Unë shpresoj që ju mund ta kuptoni se sa seriozisht e kam marrë këtë ftesë që të vi këtu edhe me një fjalim të shkruar, plotësisht të shkruar, dhe sa seriozisht e mora kohën tuaj duke u siguruar që fjalimi im të mos jetë aq i gjatë sa zakonisht. Prandaj, sërish, unë i falenderoj organizatorët dhe të gjithë ju që jeni mbledhur këtu dhe unë dëshiroj ta përmbyll aty ku e nisa me mikun tim Simeonin, të cilit unë dëshiroj që ti tregoj një truk. Ai më tha se ne duam që të bëhemi më të mëdhenj vitin e ardhshëm dhe unë dua që ta dëgjoni të gjithë ju këtë gjë. Dhe nëse nuk ndodh është faji tim, nuk është i imi. Prime Minister, I accept the challenge. Ministre, pranoj sfidën. And I promise dhe ju premtoj se ne do ta bëjmë të konferencë, a major regional event, një event më të madh rajonal. Do të flas me zyrën tuaj, me Ministrinë e Ekonomisë, ato të punëve të jashtme, dhe unë do të bëj çdo përpjekje që të kemi dhe këtë forum ekonomik në Tiranë si një event shumë të madh këtu në Ballkan. Fjalimi juaj ishte shumë i rëndësishëm. Tu kemi një rritje në Shqipëri që ka ardhur prej punës madhe që ka bërë Shqipëria, përpjekjeve të mëdha. Shqipëria përfaqëson mundësi shumë të mëdha investimi.